Miloševićit. Absolutisht e pavërtet. Olsi. Absolutisht e pavërtet. Shiko kom video. Jo, të lutem. Netanyahu i drejtohet kombit, edhe i për Kosovën apo ju lutem, me martime, manipulim të opinionit nuk lejoj. Midis Prishtinë me mashtru nuk lejoj. Valni që të dy, mashtrimet nuk i lejoj. Shiko, e kom videon, ndërsa të shojnë monitor atje, ndërsa ja me po ti, domon asë një lidhje me që të që po e thu nuk ka. Mbështeten dokument që të letrat atë e flosin. Direkt do të nëzjerë, do më thënë ka artikuj është deklarat publike e Ariel Sharonit, i cili... Po pëse s'po i referosh deklaratës Netanyahu? Jo, do dalë edhe të Netanyahu, i cili konfrontohet... Shefi i shtetit është Netanyahu. Po mos bërtit, ta mbaroj edhe... Lutem Olsi, shefi i shtetit ka qenë Netanyahu. Ka zërin e fort, nuk është i vërtet. Ta mbaroj edhe pasaj më kundërshto. Do më thënë, kemi ministrin e jashtëm, i cili deklaron që Amerikanët do krijojnë një shtet islamik në Evropë dhe ky do të rrezik për Izraelin. Kush s'ka